Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, sot do ju pasqyrojmë fshatin Glogovic, komuna e Prishtinës. Nuk po bëjmë shkëputje për shkak se fshati është tetë i vogël, ka shumë pak shtëpi, mund të them lirshëm jenë ja 3-4 shtëpi. Por se a do gjejmë pritje në këto shtëpi, mbetet me u po, fillimisht po e komentojmë fshatin, është tipik fshat me një natyrë të bukur. Villa, kjo vill, druti pas ka përgatit. Pamjet, po besoj jeni të i po nga fshati Glogovic, është një fshat shumë pak i banuar, nuk e di se para shumë vitesh a ka qenë kështu, apo gjithmonë kanë qenë këto shtëpi. Po shpresoj që kemi me gjetë ndonjë banor me na tregu pak për këtë fshat të vogël, por me një pamje shumë të bukur. Kjo shtëpi e lëndme. Hajde, dikën jem të e po, se jem të i po dhe do dele, një numër të madh të deleve, po shpresoj që ka me na tregu diçka për fshatin. O, përshëndetje miqtë e mi, jo kotën e thëmë me plot zemrën, kështu me plot gojen, miqtë e mi, sa pamje e bukur, është të jetë pamje e bukur e fshatit Glogovic. Të mujshëm, jem të i pa 2 banor, veç duhet me u siguru që nuk ka ndonjë qenë që i runë kështu delet. Përshëndetje! Që kanë 3. Ondim, harrove mua. Si mos me konë fshatin në Kosovë. Po më duket që kom dalë krejt jashtë Kosovës. Po më jep një ndjesi tjetër me fshatrat e tjera që jemi mësu tashme çdo ditë. Hajde po i afrohemi nëse na bën muhabet. O, çka na tregu për fshatin? Puna mbar! A doni musafir? Faleminderit shumë. A kam dikun dalje këneja ju? A veç poshtë? Po mendoj me orë qatit e delet. A mu i di që shmi ka për që i delat? Rujo, po hin telkon. Ja, s'kam qysh. A ka qena ju? A jem kop në ikon? Okej. Përshëndetje, si jeni, Dorontina? Mirë, faleminderit. Hasoni. Vjen mirë. Si jeni? Po e si një fare. Me shëndet? Ja, të punu ende. Po ende në kom, ende. Gjithë këto dele, mashallah, sa copa i ki gjithsej? Ha? Sa copa janë? Po një 300. 300? Vetë po kujdesesh? Vëllo djali, se unë veç sot që tu në gardë, po mundoh në mja nëllë që patë punë. Nuk është edhe shumë punë e lehtëshme, a? Edhe të fare lezetshme jo. Kështë po duket lezetshëm. Po tash me ne gjithë ditën me to, nuk dihet. Po në tonë. Po, fshati Glogovic. Po. Çka njët ky fshat, ku janë banorët, a ku janë shtëpit, a shumë pak shtëpi paska? Banorët janë shprengull nga këtu. Sa shtëpi kanë mbet krejt në fshat? Një, 2... A guxojnë a mu ull? Po more. A ullim kështë natyrë, po kam qef. Nashti... Nuk po i shqetësojmë delet.
Qa dhe ta nxira pak po shem. Ani. Se se shekon të ditë më ulli. Po më një dolin ketë ma thonë. Po, hajtë se kujdesem në edhe bisedojmë edhe i rujmë. Po, Sa shtëpi kanë betë në fshat? po 2 janë që tu, unë 3, 4, 5, 6, 6 shtëpi. Je 7, banditet. Vetëm 7 familje. Vetëm 7. A qenë fshati gjithë kështu me pak shtëpi, a ka pas dikur ma Ka shumë? pas dikur, ka gja shumë shtëpi, një 70, po. Po ka një kanë shpërngullë. E tash ato shtëpi që jenë kona nuk po i shumë, a i kanë rënua, i kanë prish? Po, tu i kanë prish, të janë prish vetë vetiu, edhe kështu që ka në këtë gjendje. E qysh është me jetu në mesin e 7 familjeve, në një fshat? Pa i edhe letë jo, se ki nevojt për ndim, s'ki ku drejtu është, me kërku ndim, edhe ato që kanë betë me pak njerëz, edhe kështu që letë jo, Letë heq jo. heq jo. Po sa i përket kushteve për jetë, këtu për shembull, a ka shkolla, s'ka kur gjo heq? Ja, shkolla është në mbyll, Është mbyll. është në mbyll, ambulon s'ka, shkollë s'ka, diçka, për çdo nevoj për duhet me shku në Prishtinë me kry. Mu po më habit pak fakti me që jeni në komunën e Prishtinës, pse kështë me u braktis fshati? Pa i, sidomos pas luftës si kanë shumë. Edhe pa të fillu edhe pa luftës për shkak kushte të shtira. Atëherë s'ka pas as asfalt, edhe njerëz në veretën edhe fillu me ikë. Një fshat me pamje kaq të bukur. O, Si ka mujt me konë ky fshat? ka mujtë me qenë fort i mirë. Me pas njerëz, kanë fillu edhe tokat të prishën, pa punue, të mushën thera, në mjetë ndjerrina, po edhe kështu që veç humbje. Por që komuna po më duket që nuk ka mirë fare me juve. Valla, mas shumë kërkesa që kemi bo, mas sa vitësh kemi arrit me bo qëtë rrugë, qëtë sen kur që. Po edhe atëherë u bo me vones kur e kanë njerëzit. Ta shë shtjerë më këthy. E këtu familjet që jenë brenda fshati me çka mirën, çka punojnë, çka bojnë? Valla e kryesisht me blikëtori, Lektori. me blikëtori, dikush mandele, lupë, edhe si unë për shemull që moj dele, edhe ata që shtu të shka. Që sa vite i ki delet? Po u bon Allah që 14 vite. Aja ke po hojrin. Teri që tash fofë tash u prish pak puna, tregin e mbyllën, ku me që me shqit nuk po ki, veç ku shtfjet të Shpia. shpia Vend të shpia. me blipu. A i kine i reklama diçka aty që me ditë njerëzve? Jo, I qitë në i tabel, nuk kum qitë. në i numër telefoni, a diçka që me ditë ku me ardhë me një gjetë. Veç që në bo tash në dëmështëri që kanë morë për para për kurbanës dhe mos. Vinë, që ata vinë morën. Të ne publikujnë ata vetë ju, të Fasani ko, Delje ko, Qingja qështu. Energjinë elektrike e keni? Po. Ujësillësin, Ju, si ja beni për ujë? vëllaj unë Furnizoni. marë për i nëllëtit që atje ku më bo një bazen, me ra mjetë lirë, kena bo, po ku bo ku e gjatë ka fillu më shkatëruve dhe ka ra nivelli ujtë, po kam frikë që pënolet. Jo, inshallah, tash po besoj kemi me pas një verë pak me reshe matë shumë të atë shiut. Inshallah. Banorët cilët janë largu nga fshati, ka kanë shku ma shumë Prishtinë apo dhe vendeve tjera? Në Prishtinë, ma shumitë se kanë shumë në Prishtinë, disa dhe në Giljanë, shumitë e në Prishtinë, e në rrethin Prishtinës. Që shëmbon mend kuhën dikur, kur o kanë fshati i mbushëm me njerëz me banorë? Pa i, unë e kom punu në arsim. Jepsha mësim të në shkollë, kishte nëzënës, kishte are, kishte zhurma, sëtë dekës shef njerëz. Dere në cilin vetë këne punu? Kom punu e deri në vitin S'luftës po, pak, pak të karo. pak më karo. Se si bune 65 vjetë në qunë në pension.
Pak edhe vëllë dhe shkolla s'kishte. Pak mbas luftës ka figuruar ketë pak shkolla. A e shëni të arsyeshme me investu diçka në këtë fshat, në mënyrë që ndoshta me i kthy disa prej banorëve që jenë konë këto. Qa i kish kthy banorët? Qa me ndënë? Banorët i kish kthyë veç nëse hapet në fabrikë për më punësu. Për ndryshe, shtirë që kthehet kush. Shtirë, se s'ka me... Unë e kom zjedh, djallë në realitet e ka zjedh që të lami, që unë s'po pëlqen fat, se edhe pak i lodh, edhe i vetë më dhaj, i dalin edhe punë tjera, që sot pat punë tjera, tha me arrujt që tu pak lelet, me një nip po më nimon se edhe veç vetën s'kisha mujt. Po, është problema është numri i madh, shumë. Numri madh. Kur shkej për ndoa nej, duke më Ju të ngo mas tyne? po, edhe unë tash s'po muj me ngo. Qështu. Por që u knaqen, mashallah, sa të lezetshme. Po dojnë shumë punë, Po dojnë. për shumë kushtem, angazhem. Po me u siguru ushqimin për dimën, po duhet kretë livat qajën të albe këtu i gati djali Valeoni Kosit me u bu ushqimin. Ja u ka njot banurt, a? Po Livat. ju pagujmë. Pagujmë diçka në realitet që s'është nëruaj me pagu se t'i pja pastron. Feks. Edhe e keni lëshu fshatin, ju bili që po e mboni fshatin, po çka mju e pore aty ne? Që edhe bollo është pagesë që ja pastron e si mbushet thera. E vërtit. Shtalla? Që shëndroni me shtalla? A e keni pjesën, se është numri i madh? Vete kom punu një shtallë në vendimin e një mikut, se pa ta konkuru për shtallë. Ma dhanë, po fatkeqësisht toka s'është e nemën të emin, edhe e humba. Kom punu një valë shtallë të thjeshtë, i vendos të... Banorët e fshatit, për atë sa jeni, për çka njihni? Ju banorë, për çka njihni? Për çka njihni? Jeni mikpritca kështu? Po i mirë, mikpritca janë, golloki janë mikpritca në përgjithësi, a kupton ajo. Po tash edhe janë vërthnuar shumë. E mbarfnu në kuptimin? Të pasurisë. Ua. Qenë më të posëm? Jeni ko më të posëm? Dikur, edhe nëse jemi konë më të posën, ka qenë një farë mikpritje. Sot thënë ka rrugë të lashja për me mbijetu, edhe me orën e musafirët është pak dhe janë që vje mirë, se është i angazhu në punë, nuk ka ku të qëndrojme te. Unë ju falenderoj për kuhen, faleminderit që na i hapi dyrt, na pranove. Po more, jo me dele se ishme shkullë në shpi, po... Sot ju dhosh për recet, ja, se s'ki logari, delit për na ikon. Valla, po. Një me dole atë jenë rarë në salë, tona mas, së një nëllë. Faleminderit shumë, na po ikum ka dole, po s'po dija s'kam ja mojt me që fshati është shumë i vogël, mashallah sa të lezetshme. Po të mira. Në kohën kur bisedoni ma shumë i këqyr shaktu. Kështu që mos ma merë për të modhe, Jo, se i pas s'ka këshëm të lezetshme. Mira janë, mira. Faleminderit shumë. A është edhe aje familja atje që po isha? A banujnë atë? Banojnë, që tjelë të vlavit janë 2 shtëpi. Aty edhe unë e 3, edhe një kushëri që atje 4, një ma tona njëna 5, edhe një që atje ma të nej 6 shtëpi. 6 dollars, që të pësë. Tu mundu mi nëzirë me zërë dhe në i shpia ti këtë, po s'ka. S'ka. Faleminderit shumë. S'ka S'ka të përse. mirë. Miru pofshëm. Miru pofshëm. Faleminderit. Faleminderit juve. Po shkeputem derisa te ka përcej gordhen. Ka përceva gordhin, dola në sokak.
falenderoj banurin I cili na dha ca informacione për fshatin. E kam pa një shtëpi në fakt civillësh është shumë e lezetshme, pra e kam kalu këto për me ardhë me I nxon delet se mendova mos po ikun. Tash po kthehemi domethënë. E rëndësishme është do keni pamje shumë të bukura sot nga ky fshat Glogovic, komuna e Prishtinës. Po si mund t'jenë njerëzit ndryshe, Gollaku në përgjithësi, e kam thënë për disa të njerëz janë njerëzit shumë ikpritca. Ne po afrohemi, po shkojmë po e përshëndetëm edhe një banor tjetër që jem të e pa në barë. Ati si kemi apo sot, veç kemi me ushetit. Rrugët e njëjta kemi mi kalu për të disatën herë, për arsye se fshati është shumë I vogël dhe si që ndëgjut banorin janë vetëm 6 familje rezidente, 6-7. Kështu më duket 6-7. Oj, zoti I shtëpis! Hajde pa provojmë sa natyre e bukur që është. Të largojmë syzet. Oj, zoti I shtëpis! Ska shtëpin shumë të bukur. Ku edhe që dire hapa, Tash, arren kështë? Po. Pa. Sa shtëpi e bukur në qfar pjese. Këtë qetësi absolute. Puna në barë. A I një lodhë? A do një mësafir? Jo me ka mirë veç. S'ka lidhje, s'ka problem. Po thua, s'po besoj që I më bërgjë. Të punu këtë sa të mujtë vetë me konë së të kishin lo me punu. Nuk e dira ta ku jam. Puna, po thujëm shefa. Si jeni? Ja bre, po më gucë. Si Po, jeni ja, të vazhdim, rontina. vazhdim. Po, di, bën emisione të shpesh. Po, shpesh, Po. gjdo ditë bëjë në emisione. A të vetë ndimu, Qa me një mu? po s'dja I më rri. Shkolla? Po të Ja, s'dja. se. Aha, bashkë Si kisha pas të përvojt, jem su veç shtu rash. Kush? Te. Jo, veç rrëpsim su. E zhit teshat. Ska dhe tani ma klienti një tjetër. E disa kushtojnë këtu. Ja për çfarë? Me shumicë për I morë. Hajde më reondi, se këtu në Gollak nuk ka me vetë, këtu veç him. A? Hajde, apo po të më zitu ja. Sa në des, unë po jo më bërës dhe në fët. Me bo. Hajde se ta Me bo. pakim, a e bojmë 50-50. Me bo tani me më qetë për mesume, jom këni A bërës. e bojmë 50-50. 50-50. A e bojmë. Ane da, hajde 50-50. Po që shjeni bre, Mirë, familjen? rahat, Qysh po kaloni? zallë, mirë. Mirë, në kom edhe banesën Prishtime, të jetoj bënë këtë përkosisht. Vjen kështu Stune- ku pas kuve. Stuneve dido kërë kom kë. Se në këm banër, jem konë herë banër rezident, jem konë. Tash nuk jeni. Nuk jetë, nuk jam tash, të veç Tash je qështu. pas I mërgjimtar, veç se po jeton në Kosovë. Po në Kosovë qysh, ja. Por që halal të koftë në shumë pjesë të bukur e paske edhe paske qendis kështë Mirë. për qepi. Mirë, jo, Allah për marak. Për marak. Garantisht me grunë, Me ja? për shpita, jo, edhe thminë kom në Prishtinë. Po veç ma Besto- shpesh vjen me grunë. Jo, vjen edhe djale. Vjen djale, vjen cika. Aha. Një cike kam jashtë në Gjermani, edhe e kur ko përshime, edhe e vjen. Me kalune I këtë lirë, qështu. Më relaksue pak, Çfarë natyre. me I shyje shpirtin. Kasha zote po Me- shpirtin me edhe ajër- sytë. Me ajrë të pastër. Pa, këto do më një më lirë rritë. Dhe në vitin 97, këto jem konë, me familje, me kretë. Në vitin 97, I me shpërngull për këtë ujtë, shkoku që I këtë kushteve. Po nësëm s'ka pos, shkolle e mesme s'ka pos, atër shkolle e fillur o konë, ma të poshtë atë jem shatë e këna pos, kështu që duft shkolle në vetëm me kry privat. Prishtina atje, ta ne po që mos s'më shumë janë. Ta në Prishtinë, kështu që... Hera në të re u shpërngullëm këtë jemi shku në Prishtinë, për 97-ës. Por që po më duket ende shpirti, mendjat, kam bet në këtë villën e vogël. Aja në krasuet me Korgjajec. Velesore vek një nëj, shpirti më përshanë. Qëtësuna kur vek një nëj. Ju kuptoj, ta besoj. Mirë, për përmjetu këtu jenë konkurset e shtira. A Që për vazhdojnë me shembull kohë? edhe këta
e këta kështit që në këtu. E vetë mja që mon eksistencë është që tu me dhenë, me lëpë, ku shko firma, se për ndrysh është s'ko punësim këtu. Hajde ullem pak edhe përshojnë, hajde, ku pullem, që sa bukur e paske. Ani, largo, pro, nëse ndihe shkeq. Oj, grue, a ke gatue? Mos na ek mëre. A ke lyja? A që sa bukur e paske. Më mërë dhe më sikë se thujnë të ne që u shku pa... Pasha zotën unë të keshi. Unë të keshi. Më këshirë në YouTube, a? Të ko marrë këtë live me më po, se ma e bukur jem kështë, se në YouTube. Në emisione shpirë, të ne përkatu me që shkani shpesh. Pa, hani, s'ka. Dhe me marua? Po, qështet? Se me e mërë grusë. Pasha zotë e punën të amur, a? Zanot, mu isha mja hup fijen kënë. Hajde, pësh me ronë fije. A do të shtë? Hajde, Ja, po më vikaz... që ja hupa këto farvegzat. Ja, po më vikaz zër me këse. E shmajtja? Jo, po për të shpak, se këtë më ka të lashit. Hajde më i mësëm. Se ku me bo qezin. Nuk me qesë në televizor. Se se ko... Nuk me qesë në televizor, jeshtë më s'ki gojle. Po, am këshyra e kështë. Se ka orë dhe këtu të... Aj, zoti shpis, a do një mësafer. Ndë gjëra zonë, po dhe në më spetu që ti në kështisë... Po veç, a nuk ma njoftë të zonëna? Ja, ty tani zonë, si të dhrejzë të shpisë, di si të të veç dhe në tinës, s'kojtë të kështisë. Po mdoket veçën e komet, shtë të i shku dikujna se kush, kënë s'po shkënë. Kjo është e mirë, ma e shule për shotra, me di që shpo... Jetojnë. Njerëzit që shë kanë sanët, edhe pse për fshat di që, edhe pse rrugët e këj janë tash të shtrume, është ta trafiku urban. Po, a? Mirë, po është shtirë me tu, s'ko punë. Dhe të shtu. Dhe të shtu. A di që tha, mos të më dështën emisioni se për këtu? Garnitura e këtu. I mërë gërshot edhe Ja, po di qysh, une, kërë më kone vogël me kësi farë që në ko 5. Ma ndrysh që në kom, po, e kjo kështë njohi, me më ras, po me, aty më brëve një më, qështë bëhet, ajtë se ke këshyr gruna. Aty me pas krozë ma shumë maruve Qeropa. Po, di qka më nejsha. I marru edhe kësi fare dërza. Po, po dhe në më nejshin shumë. Të në je lek, në gjamper me këtë me 2. Në ato teme, në dhe në më nejsha me bo diqka. Ty dhe me ronë për jetë dhe me ashtilë krejtë. Ja dhe me ronë për Ja, diqka bëj, o, mirë o keq, njëmë. Se qëre, nëse nuk është mirë e prish gruja, nuk e të vetë kërgja. Ja, po. E vazhdo në apet aty ku A di që e thatë, kalam. po, thatë po ku e qëj, zoti këto, më kopë këtë në gjipnirë të mi. Është interesant. Qa të botë kujna? Në leka, ne. Oj, po më shkoj ka. Që me patika, po më shkoj ka pja marrë i vetës. I me patika, po me këtu fare... Edhe me këtu pantulla. Tërmuda. Tuta! Shkerat me tuta. O, pasha vonë, ma logariki me orë me dojnë ka mirë se të shkoj gjempiri. I mërë u ma kuzojnë të nej, dhe i është ku me grua tje, ku me të gruja. Jas, nuk po ja prish. Që të mësën të është dhe gruja, që shkon ke farë punë. Po ku që ka të zemorë, kase? Valoj nuk e di ti ku shumë ka shkru, e kush, nuk e di. Po. Hajde s'ka nga që aty nëse të pjekes. Se është... Hajde se Valla shumë e mirë. s'ko... Junior, Unë më mirë jema? Po, qërë kjo, qërë këto, ti ko, kajt qyqe ko ka bo. Po, i bret. I bre, po unë ju gjitha të punu, në kështë kom qef me ju Jo, gjithë. se kom gole, se kom Ta pes. vëllinën e ka nëreq. Hecë se më bojmë Se dorë të kom fulli bes. ta bon kështë një. Hecë se në shkeputë, si ja. Qelju, A i një lodë, Se kom që des shko këtë punë kaloni. hec. Mirë fanderit, jo. Mire, vëllë. Ketrat, Apollonit shpe kalone. Mirë vëlla u knaqe, mu lodhë, ja, s'lodhëm na. Ani shumë. Bile, Belon edhe për në këtë profesionin më lerojt. Po, a? Nuk e kom ves hez bilat. Une, Anë për qytet, po, arshetur. jo, mëre Anë puna. restorana. Asone, Ja, se kom gole, hez. shumë mirë jem, falem dhe, kisholla sa kom gatru. Nuk e kom gole.
Se e në reqë, Punës unë këni gjithë. Po, jo edhe këtë zanot e ushtrojnë edhe në Prishtina? Po zakonisht po, ma shumë për mrana. Po, se po t'ludhi. Banesa, shtëpia, si të. Po, E këto e për vete, këto se hape, që mos me nga angazhu dhe komë të tërgon, e përnej vetë. ju e tha që në vitin 97 jeni 97, shpërngull nga jena fshati. Keni pas shtëpi tjetër? O konë shtëpia e vjetër, bashkë që tu ku komë ndërtu që të farë vile, po atër e konë ndërtimi vjetër me bolt, me laqë, shkort, me laqë. Se shumica prej Me një. laqë, me druna, me kretë, mirë po, mësë du me shpërngulle me gradualisht me kuhën e ka dëmtu. Shiju e kuha e dëmtoj, tanaj edhe atër me pas ndërtu këto si kom pos kushtet. Mirë po kada ka daltu për nuë, i kom po kushtet, jo morë të kom pastrua, këtë atara, qka kom me thera, e kom rafshit këtu, e kom ndërtu që të farë shpije. Si vill. Ma bukur unë zdi ku të një me shku. Mirë, jam i knoqen. Jam i knoqen. Në vikenda, me për vikend, të tjera herë me për puna, Tamam edhe najt poster, qetësi, larg gjithave. që 2 deti në ardhen, tjetër 2 Po, vallaj. E me të thonë burri po kthehen për krejt, me jetu. Vije vesh me shku edhe ka herë atje të fëmija dohet. Edhe fëmija vinë vizit këtë të jë. Po se edhe fëmija kanë qef. Sa fëmijë patët? 3. 2 qika një djallë. Unë e këthimet. Me të vërtet këtu kemi marak më këthy, mirë po ta të ndollë dhe sane për dëre. Që sa për që gote 40 vite Prishtinë, i kena arru pak aty fare, edhe me përnu që astash nuk mujmë. Kështu që për me jetu për gjithë mësë ma kësh më në më këthy. Veç është gradualisht. Vikende, kur kem këtë lirë, me familje, me se për me Se keni jetu. punën e rrethen atje, Pa, fëmija e atje, qaja, janë qaja. stabilizu me punën, me jetë. Qaja. Familjarisht me vllazni, me krejt atje janë. Por që mirë vazhdoni ende me investu këtu, edhe me orë me kalu ku të lirë. Ja, po dolem për nëzi që korrina. Investoj këtu në komëdhime të kërgjë, s'ka të investoj këtu dhe këta këjshit e këtu popull është i mirë, s'kam dhe dhe s'ka me... Gjithsej 7 familje më duket ishin rezidente, ja, që kanë betë. 7 familje, orë që këj këjshtia që të, dhe vlozën që të ma pësht, edhe një ma pësht se pun katuni i thujna na, një 2 familje që atje ka fusha modhe i thujme na dhe s'ka. A të dhe që atër që tash vitën atë ashtot, o komplet shate. Sa shtëpi i mbon me në qenë konë? Ma shumë se të shpijën konë. Edhe shpi zdo familjes në ka pos mas po këte ka 8 antarë të familjes. Ka pos të në shkolla, ka një paralile ka pos. Mirë po asë një paralile nuk konë 25, 30 zonës nuk konë. Mirë po qështu gradualisht me këhen të rritë familja, ma të tash që punësim s'ka pos, shkollim s'ka pos, edhe në detyruar me dalë pe këtuajt. Pak për që di, në komunën e Prishtines me i mungu gjërat elementare, bazike, të fillu për i shkollës. Komuna vjen e herë kësaj dhe kështu a ka ardha. Di, s'ma mërë me se po thëmë që nuk jem rezident këtu, nuk e di. Për kuën sa i një konë. Jo, s'kom hasë në ta, që mënë punën më të modhe ka po që ka shku që trafikun urban. Kretori komunës vjen 2 herë në ditje, vjen në ora 6 për Prishtinës, edhe në ora gjysmë 8 në mbrëmje. Që kjo është me mira për tjetër që më bon, dhe që në mitë këtu, që më bon shpresë. Edhe pse të ashtë ata kam botë ashtë një mjetë, për shembull në kerën e diska, në ashtë dhe kanë me skallëtuin. Mirë po është në ryshi kër është puna dyre shtetit, kër e shetë që është të qarkullu autobusi, knaqësi është. Me konë dura shtetit në shumë gjona, shumica e fshatrave nuk ishin Po tash braktisë. që, për shembull shkolla u ndërtues tash nuk di se në vetë. Mas lufte, u mshel. Si u ndonë, zonë satë, unë i prindë të tyne, s'ka pas në zonë sa mështimi për policisë, s'ka. Nërta dhe martesat janë pak më të ndërlikume ka. Edhe të di që është katën.
Po nuk vinë nuset këtu. Po, këtë që nuk vinë. Që e jutje, ti pas ke pas fatin që ka ardhe jutje. Kanë i mashtru këtu. Atëherë, po si ka ro keq. Jo, këtë si pas ka Si ka ro rohet. keq. Edhe këtu dhe Unë Prishtinë. di që del në Prishtinë, edhe për që ata e ku morën. Je i ka vendos koordinatat herët. Ne pe Prishtinën ka tonë. Apo për Prishtinë ke Pe ardha. Prishtinën ka tonë. Tanaj, na dolim Prishtinë. Si Ati no. që ka mendu kje, ka thonë edhe me hiç nëse s'delun e marrë të baba jem burrin edhe edhe të qysh ja bojmë. Jo, që është diçka puve që e kum di që del në Prishtinë edhe ku morën. E sa vite të ka ro me jetu këtë? 2 vjeta 3, ma shumë ju. Po, Por që po më kërcënan edhe o du të... ja po, jo s'ki lugari me met pa gru valla, ma mirë me lëshu fshatin. Më të rjek. Po zërë sot për gra. Pasha zotin, po. E, a ka gjosa kështu që një dit ka me mbush ke fshat? Që ka me unë i kosh me ndërtu si jo, për shamull shtepi marrë me kalu. Me maru po marojnë, sa po mujnë shtë, po marojnë, ndërtime ka, për çdo vikend këtë po mushët. Ja të vinë për vikend. Lozën. Unë jam qëtu që e shpia vëgët për bolë. Si ke këni lonë kirin, Po. ma tonë rrugës. Edhe ishte vlot, edhe që kanë natë nëse shë ka mira, e kam në lotë tjetër, shtu ka një ropit pësht në livadë. aty? Atë është edhe aj. Ju vllaznia krit kështu villat vogla, shumë të Po lezet. s'ki me nëjës për ma shumë mësi, A pa shkoni po kështu? E kush po shkoni ma shumë, ata të jo, a jo të ata? Meren e bojna ve shkejt bashkallak, vina vikindeve. Po që të një flia? Po, qyshja. Aja është numër një, specialitet numër një. Pa, është shqiptar të flia. Zdo vikend vile pa pos një fli është e pa Si mundën. mës me konë, Se mos me diqish. konë, se mos ta Ty pajsh, mu. se mos ta pajsh zgjorin të kolla aty, për fli dje që s'ke bo kur gja. Ape shen, jo ka të thoj na fokës nuk i ditë. Atë. Edhe që të punë e bona. Shre, valla ma e vyme s'ka për shen. Thash, unë e kudo që shkoj thëmë, punëtor krohu ju mordë, gratis. E kom po edhe, kur t'jesh e linet më në mengjërës. Po, a? Banesa, Banis. banesa. Behonja që e me shkort s'me imi më rikë shtë. Banes ka të mëjsh. Me skele. A jenë skelet? Po. Shkolla s'ke. Po, ja, kja pe di që është shkollë, po kështë. Edhe me skele dhe pa skele qështë. Kur kem objekte ndërtimi, ma madhore, a do të me skele? E, qa. Atë skelja. Qëre, shëfica të na këqyrë, veç po më këqyrë që me bëj Kur ti punë. lipën fore, ko me ropë, është më që ka kësi këtë. Alloj për marak, ko këtu e bu? Apo Nina, apo një zoni? Ko këtu e kënosh, pasha zotin. Po që mos të kesh të ardhën në ke kamit, kajtë mropa me punë. Këtë me në gjysë. Faleminderit për kontributin që... Faleminderit që na jap mundësin. Ato është pak palë. Jo, heq. E zoja shpis, po ju përshëndet. Hajde ditën e mirë, e Faleminderit faleminderit shumë për edhe për pritjen. juve shumë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Veç edhe të bunorim kamit, hajde. Po dhe thashte kërkojmë pa kujt gollakot. A ke mbjell në i sen kësaj da ju? Jo, a? Që ty pëm. Kep qatje, a? Që ty kep dhe speca, po... Tash na i dredh, zama i me gjetë na i Aja këndi s'kan që mu lidh. kanë pik dhe S'kan dredh. lidh hala. Do lëlia të bunori, o sa shumë e kesh mormolli. A që shtu konga? Me në për bunore. Me nëziruj prej bunori. Ruje po mbjen mikrofoni. Atje për të shkojnë qëzimi krejt. Pasha zotit ju inqëzimi, po buguj Ma e veç kam. pak se ato se veç pak. Se më gjenë këtë... A, po, E di që të tonë dhe së drejtë, që to e dënë. Qarta. dorun Shë, tina. ka dorën tina. Shë, Ashtu, ka dal. pam para. Mu kënosh në për fshatra, loj Jen- eksperiencë. Afro mu, se në foli shumë. Jenë regullu situatat e fshotra. Po valloj. Jenë Po sem të rregullu posen, co kushtet. metra është? 10. 10, Ka të rego këtu e fjallë kur bja që e pështë. po a? Apo në Pa qërë veç pak e dorën ti, që veç qështu shërë. qështu a? Që. Po thash tim, dim bënja qështu. Unë bosh qëre pash bunorin pak Tash, për ati atje. ngrej për kështu ma ka të me norë këtaj. që- Ane, që s'dush. Ja, që qështu ma ka bullë qështu ja vajtë. Qëran, Ja, së është rati.
Që të kanë zirë më herë nënat e tëna. Po, pasha zote. Vile ke kyfja pak e letë dhe kam posë edhe me 10 kile. Çfarë ullë? Apo në pi? Veç sa vjetë, mëse. Ish mëse përdet. Iftat. Po me lënda shkufën? Qëpër, se s'ka problem. Edhe Dërentina e provoj këtë... Pasha zote, po ja, Dërentina problemës me provu diçka, ka Jo, se po shti tate, hutë. mëse ke morë këtë profesion, këtë rrugë të në përfshotra, qka të vjen, do të me... Po, qka të më kopë syni, kom qef me provu. Me provu. Do syza s'dija i harrova në tavolin, po më do këtë i kom harrua. Po pritoj edhe me dal nga kjo bërë, me të vërtit e ka pomin shumë piktoreske, shumë bukur, ajri i pastër. Pasha zote, ku i lash? Kur e ke fillu punën e ngjyrësisë, Po, e ke harru këtë. i kom harru syzat. Këtë. S'ka problem, qëtash po ikum. Rrim, Që të shkruna i kosh, për bërgjë më kontakton mu. u kry. Juve ju këmë ju lyp. O kry, nuk o të zënë kosh as me morat hap me të shkrupile. Qartë, a përshëndet zujen. Po e kom përshëndet. Po ju përshëndes edhe juve, faleminderit shumë që na i ke hap dyrt, ishte shumë Falenderoj knatësi. për juve që keni shpreh interesim. Faleminderit Me për mu orë pak me hap vizitua këtë rajan. I Një mirë, me është të knatësi vërtet. me qenë në Gollak, është shumë knatësi. Po, Faleminderit shumë. Mirë po. Miro pofshim. Ditën e mirë. O, dhone ka hi. Përshëndetje! A do një mësafir? Aja kunota jote ka dal? Kunota jote ka dal nga mirë? Ja, një të pas gjeta me dorë za të punun, kështu kam dëshirë. Unë kështu kam dëshirë. Po sa në pjesë të bukur e pas këtë. A ka derë? A veç ku me i kështu në përmjet telavë? A, kështu. Po të. Mirë, faleminderit, jo si jeni. A i një lotë që qëta është foli kur vita aman atë. Hajtë një 3 fjallë për fshatin, edhe do ikum. Të di se shumë pak veç Si për jeni? viket. Që si aje mirë të aje lotë. Që jo si jeni. Nashta i A i rakin. një mirë heq. A do një mësafir? Thash. Që e mirë, jo si jeni. Shpotalon e mirë ty bë. Shumë mirë, u knaqëm. Në për bukurit e Kosovës gjithandej, Po, po. ku ma mirë. Po. Të shofëm cili vllapën a pret ma mirë. Qysh? Një fare? Po të shatë ashtu, në aty e japë i përfundime. Si jeni? A i një mirë, Si, si. Dorotina. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ti si ne? Mirë, faleminderit. S'pe pengoja tonë. Me familje as Pse? i kem kry të konota. Ah, Vetë sa kem mirë eshen, bisedum edhe me ata pak, edhe me juve. Sa pjesë e bukur, kujdes, po më rrotullu shkon. ruju A pulesh? Si ne? Mirë, faleminderit. Ai Që ka dalë një do? me familje, me punë, me Krejt numër jemi me punë me ta na krejt on top. Jo mirë? Mirë, valla. Mirë. Familjen? Krejt rati jena mirë jena. Qysh po kaloni? Mirë. Mirë për shedhe vetë. Dhimi na 4 sezona dhimi. Dimën, verë, pranverë, vjesht dhimi. Kalina mirë. Sa të që është pia to e lovë që keftë, aty kemi linë na. Po, Ajo është shpia kemi linë na. Po tash na dorë për të 87-ës nuk jemi këto.
Qëto kemi në req, po vim për knashme. Mos më knosh nuk e di sa po arri me i përcjell pamjen nëpërmjet kamerës, por që fshati ka një pamje shumë të Që bukur. këtu jena Glogovic, që aty orat ma pushtet që po shina Krileva, ajo e borda që... Krileva? Po Krileva. Do të thonë, Që ky rofshi, po që ky e rofshi... ka fshatin Krilieva? Po, Çka që vogël është Glogovica? ama tash të vjerë, po thamë unë, se me jetë s'ka më ko që largë. Ko që ka. Ajo e borda aty është strezuesi, aty komi njëre për cilionit, aty prodhuat për filxanet, tobla, kësishë, çka ka të njëre këtu. E që shtu po vina kanë herë, rrim, shkujmë, që s'kem punë, që s'kem. Po. Ama shumë po të rrihet këtu, a ku jeni tash ku po jetoni në Prishtinë? Prishtinë, logja spitorit të thashëm na, po tash shpetoj motin e aty jemi, mirë jemi, aty mirë në sistemu, mirë jemi. Shumë mirë. Pe çfarë kushtesh kena i këtu, që kena dollë, fort mirë. Tash po vje veç me nusen, a? Jo, vim edhe djenë orë me djemë, po ata ashtet kanë posë me punu u këthynë. Kena posë atë nipin e vogël këtu në ka po lamë. Ç'është po keni qef ju Po, nipat. Po, valla. Mila zdruka pak, a? Po. Fshati, pse është braktis kështë mos kaq të madhe? Këtu, kun shumë keq që kun mizerjen kun kushtet. E keni fjallën para lufte? Pa edhe pra lufte, për mas lufte ka vazhduar. Një kombi privator këtu i ka morë njerëzit, ka kushtu ko që shtrejt, 3 herë gjysa, 2 e gjysë, një drejtim. Unë 5-6 herë ka hargju veç bileta, tani që ka bleda haq, edhe këtu veç me bletëri, bujësi, diçka se interesant s'ka këtë kur gjë. Mja pi u pëlqen. Po mja flet vetë, ma bukur se di. Që të sfaqën e kanë shtru, ne kanë një mu pak se na lidhë me kamenicë. Me kamenicë me Gilan, tash kjo është rrugë shumë e frekontume, vim pe Prishtinë për kamenicë, Kriliv, kretë qëra rrugës të një vinë. Për rrugë ndim se jemi keq. Të një kam një rrugë më në 6-7 metra, kom bo kërkesë komunë, po. Nashta bo. Po ne thash krejt në fillim që komuna Prishtinës po mduket nuk i paskaro kësaj dekor heq. E, Me tash- që në një farforme i ka detyru banorët me lëshu fshatin Këto mos jena kaq të dollë, madhe. veç që na konë detyrum. Veç që na konë detyrum, se si shumë dollë. Kemi këtu diku një 37 kilometra, shpesh edhe komi kemi udhëtuar. Kena morë tërshit, për këtu këtë di shka në tërshit me siguri. Kemi të morë Bile tërshit, i ho fër të e rëshin. kena morë bukën e kalamajt me vete, bukën e mistret të deponiotet. O me ke bukë, o me ke longë me që kena udhëtuar. Jetue, edhe tash, pa tash nuk kemi qatë pozit, tash jena ma të fërë, se kemi kire, kemi kretë. E kemi edhe autobusin që ka bon me përmen, shumë mirë. Vjen me nxes në ora 8, njëse për Prishtinë, vje ka, ti në fund ka tunë shkën, ti e të gjysë mbromje, shkëthet për Prishtinë. Shumë mirë ne ka një muhe. Sa do pak një lehtësim për Ja, banorët që janë shumë këtu, mirë, ja, ato... me i bo lëvizje ato- punë me i kry. Po, bile këmni këtu që këta, se këta janë banur rezidenta, përshë kanë me fëmijë me kreti, kanë për Prishtinë në shkollë, kanë lypë edhe në mesdit një autobus, në ora 1 ose në 2. Tash të këta shkujnë në mëngjes shkujnë atje, e kryjnë para ditë mësimin. Detyrohen me qëndru gjatë gjithë ditës, po. Qaty të në ditën, nësë në stacion, kofe, sinë, se sinë. Pas rrihet në kafe Ja, prej besoj mëngjesit rrihet. deri në mbrëmje. Shko që Qaj di shka, sa. shko që di shka. Hiç kur gjo se... Mi ju pyet për çka njini ju banorët veç po e di, mikprica deri në skejt, sa s'ka mo. Këtu në katën të Jeni shumë njerëz Këtu në mikprica. katën të kemi jetuar, më duke diku do me konë 70 shpijë në konë, ku s'kena posë konflikte me vete. Edhe çka është interesant që tashti me dollë, asë një tyk aty na nuk kanë rrugë. Kena ronë për levat një unitetet, në për orët një unitetet, kur nuk o bo problem. Mirë në kom, po tash jena shkej valla rollë për shimin me vete, rollë. Ka shpresë që ka me umbush fshatin një ditë. Po ndërtojnë villa, po villa për 2-3 ditë, të mash nuk kërkosh nuk rre. S'ki me shka rre, merë buk me vete aty fëtu, fën prishën, kur shë, këta këtu rrinë, këta kështë jeshtë të kretën këtu. Shumë njerëz të mirë janë, kanë lëp, kanë dhenë, dhirë, kanë shtë, mirë jetu. Sa familje jenë konë dikur, numri më i madh që u Më konë. duket, diku du të me konë diku një 70 shpi. Ta është mërë mesatorën në atë heshit që shukon nataliteti pak maj not, atër ka pos 5, 6, 7. Po, tash nataliteti zerë. Tash zero, atër ka pos 3-4 vjetë që ka pos ka 10.000. Edhe tash jenë ma- konë shumë antarë një familje. Shumë antorë që ka për shemull i ka pos me siguri 40
ato e tepër. Po tash në Shqip, një shpi, dhe ishë këmë Prishtinë. Me që ka pas familje, ta shtëpit çka u bo me fatin e tyne, a jenë rënu, a jenë prish vetë vetiju? Po, jenë prish, po na këna pas shpinë këtu për këna prish, se na e që na, janë nisi më shtramu, më të rëdhu, thëshë ma jenë njëri aty me përshua dhe qka, e zënë, u do të me prish vetë. Tani në kryu rosti, si në rejën qëtu, po vim këta, po u më këva. Atë kushtoj heq kjo shtëpije e lezetshme se? Se na punina pak si mjeshtër, e do puni këna kry vetë. Punë të vrashtë, a i këna kry me mjeshtër, kulmin me mjeshtër, tjeti këna kry vetë. Ashta këna pështu pak ma letë. A vëjni pak mrena. Allah po shet se 2-3 herë jam Ani, hajde. Hajde shte shok për mrena, se kom qef kështu mja u këqyrë shpijat mrena që shikini. Po më dashka me ullë pak krytë se e modhe. O, sa lezet shumë. Veç shtë, s'po jemi heq mrena. Apo, A tash më sudat theq? ja. Hajtë se fshin zëja, hajtë më sudat. Ju, mëroj. Kesh më sudat, se Haj, zët më se bën. Po vi nipat, mesat. E dhe ke gjujë këtu për ndeti për është dje. Me qëllim e gjujë ke. Veç më rëgotel pak. Diska thmija, se thmija nuk rejrahat. Po dhe pak duhet kujdes ma të shtume që është pjesa si është. Allah neve s'na kanë rujtë, e që atëre. Po. Po në s'ka bone, ke po për vete. Po pra thojnë, hajtë se që aty e nërdzue, që aty e në quë, po tash se kiem këtë fatin e një. Ja, tash në shtajnë pak ma, ndishën pak ma... Natës në ka hongër pola, se ka ditë bova sona ku jem të në ditën. Kena bo gjithë shka, valla po na alite, kena lujte, kena bo pune, kena bo mira, se kanë ditë ku jemi. Tjetër femiri kemi pas na, tjetër është sot. Qka nuk ju pëlqen nga sot, për shamë, në kohë të sot? Ja, na pëlqen. Ka diçka që nuk ju të bje, diçka pa të pëlqy. Sa të kudo, na kena punua ne e kënejnë edhe jashtë Kosovë, e dimi që shoshtë s'napen nga kur gjë. Jo me ju pengu, po falem dirit Po, shumë. pse se pi. Se o na plas, tensionin ma kini qitë për tuke. Zoti ju dhosh bëreqet. E kështu që s'napen nga kur gjë, se cilë, me pa mujtë me korrizu pak. Vetën, se cili ma mirë punë. Jo, s'ki shka e punë. S'napen nga një, s'ka punë. Se, kalzua, kemi punua, ne jena mësua, ma mirë që janë byllin që në konë atërë. Ja, po, tash e ka se cili atë lirin e vetë edhe rrugën e vetë. 4-50 vjetë, nusja 4-50 vjetë me ngu bobën, a vjerën ato. Do të me ngu edhe sot, kuptoj që të me ngu, po jo, se do të me ngu, të me posë respekt e mirë, s'po mu. Feks, po ju kuptoj çka po do me thonë, qashtë është, hajtë të nguci pak nusën tonë. Hajde mërë, po qysh, po ku pedin të që s'ka më në qka me të nguci. Po kom shumë qka. Sa viti i ke po martesën këtë fshat? 36 vjet i bëj me 6 janar. Mos mi numëro me të Prishtinës. Me të Prishtinës të s'kom najt heq, nuse atje. Ja ardë nuse në Prishtina. Nuse në Prishtinën. Vallojnë se kjo shamar pa ja bo pak provën këtë kur. Jo, nuse në Prishtinë. Hajde. Nuse në Prishtinën e 36 vjet me 6 janar i bëj. Martes. Nona me vlonë e volë ka nejtë këtu, edhe që na shpërngullë atje, është një virës në eshin ka. Ja, shumë najmë një. O do është me testu pak, me orë një një vetë dy, kështë të tamar, mos me qitë Prishtinë heqën ka tonë. Me ka kretë. E ka mje lupën, ka qitë vite, ka... E ka ditë që shkort, ljupin. Allah, është, Edhe dhe ka njerë për mjeli ljupin e për katune. Po e di që ko me mjel veç atë për atë. Me testu. 36 vite. 36 vite martesi kemi. Cili o kujtimi ma i bukur që e keni për këtu 36 vite? Po di, Cili vetë ma i mirë? gjithçka, po. Gjithçka dhe nipin që kemi. Që kemi, nipin, kemi dy djemë, shumë mirë. Mrekulli. A, po i doni ma shumë se fëmine jo? Allah po. Që veç një nip e kemë, se veç 2 djeli kemi, një nip e kemë që tash. 2 vjet i ka. Veç një nip. Ishte interesant puna e fëmijëve, ku po që i dojnë gjyshat. Edhe këta gjyshat e gjyshat, po ishte interesant. Nuk me mbërbalu që ka ma e dhëmë. Nuk më e. Zdo me ta i Ja, dhua? zdo më e dhëmë. Bo me i halit. Zbën valla, po
Edhe prezencë gjyshit është e rëndë pak me po, me halik. Kanë ku kur me do, ku kanë ku me përgatit për jetë, pasat jeni vogël kem shef pak, me lut më shumë. Po valla, shqyr që ja ka pu Zoti, i keni Faleminderit nipat, shumë. inshallah shtohni edhe më shumë. Sholla me krejt. E ju dëshiroj jetë Shumë lumtur. Edhe ju na keni neruar një orë. Dini më shpesh, pak me bo presion. Tani mirë është Dollovica gjithë edhe kur ju marrë të në Prishtinë, kur ju marrë këtu me shokun shumë ka pëlqy. Unë veç ju nguca, se po dihet, kur të pëlqen partneri, tani edhe venit, po ti mirë. Pak, çish. Të begeniset edhe fshati, ku do që shkon? E këtu për ujë, im konë ma kesh, e kom qilë aty një bonora pos, që atë naltë, e mirë, po na furnizon nëse s'ka zhitëm shumë, të vim 2-3 ditë, rrim, thejemi mirë është. Po dhe për kohë të shkurt. Kep po që kur si ti- tane që si... Po, qëtu spinaç po shatë, po Kep, duket. spinaç. Po, sa bukur Kep, pas këtë ndryq. Po, edhe atje kemi ndrish me najt, po... Po, juve veç ju gjeta me dorza, diçka të punu. Po të mbash që atë. Po dim s'ndolmi se s'ki, Ka për që shpejtojnë. ne s'ki ku me hup, Boshe ta më shqiptarqe, boshe. po s'ka diçka që të bëngat shumë për pak për qef. Amo këtu hije s'pele më ban. Hije. Nuk rritën shumë. Po, jo se kur po do shkan s'pelen edhe tu ka ma e lik. E tani ku kem të full për Glogovisë të shumë pak kanë investu, për sa i përket komunës. Po, veç e posh. Dhe më thonë veç bukurin që e ka vetë Po, fshati. po, po. Se diçka që me ndërtu në Ja, investim ja, s'po kena- shumë. Kena bu të kërkesa për të vita ndryqu, se shtu me najlon ju. E kështu, a para qëtë rrezik kjo pjesa malure diçka? A ka ndodhë në herë me po në jarusha, në jujka? Rush s'ko, dira ko ma shumë, uj që Vejt ko, ben, dhe i përko dhe lashtu një përpartu një vjenë edhe stutët. Mësua. Anët, E din që jeni veç përkosisht. ma shumë rinë ata këtu se na. Feks. Jes, së konë rrezik të për shtozë të tigra korë. Ka pos gjonë, shtoz, ka pos shumë, s'ka pos ka silën. 4-5 shtëpi këtu. Mhm. Po, 4-5 shtëpi aje ku natit. Kjo është e vlot, këtu natë një është e vlot. Vlau kësaj dhe ju. Ju, sa të këshim këto natë, ju, jo konë dhe shkua. Ata pas kam pas fatin, pas kam nik. Pas kam qëtu për mi. Juve ju nëzjerë. Mirë që po dilni mirë, po thamë që më pa mujtë me dollë, ka pak një kritik, ka pak një këshilë, ka pak një... Po unë Ai qka të shone e thëmë. Po dhe, po. Ja shumë bukur është. Këtu veç ma shumë qka regulloni, veç ja presh një bukurin. Jo me rëtheku se mu po mujnë me hi kështu. E kështu du po, me thonë, po me qenë ma të sigurt, po. Po. Ashtu po. Du të me Apo rëtheku kthesh pra. të. Apo ju kthesh punës, a? Kaloni mirë. Faleminderit Kaloni shumë. mirë. Na falë që ja u murëm Ju mërë kuhen. heq, kaloni mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miru pofshëm. Qëtu kam një rrugë, i mënu vetë pak po pak. Kom bo një kërkes të aksyrin. Kë bunori, apo seta? Po seta, qëtu e me rrujnë? Po. Po kemi mrena, pa me kushime këtë mrena, mrena vinë atje. Po si Brezovice kishe. Mirë, Qashtu mirë, shtëpiti kanë Brezovica, villat e vogla. Indrum, faleminderit. Po, faleminderit edhe për juve shumë. Ma si s'është Ja, vlla sa- të s'po s'është shkojnë Ja, hiç. ja, heq. Jo, ma si s'është vlla. E që të rrugë, kom po kërkes, nështë e konja 60-70 metra, dhe konë. Aha. Çka të kanë thonë? A ke morë ndaj përgjigje? Po, po që këshillu, a, po vin. hu. Hajde se shtash të bëjmë një apel publik, komuna kur të shenë epizodin, emisionin, inshallah ju në vesh të shërdër. Me orë këtu, me sjell rrugën, se banorit dhe në me orë këtu, me kalu ko me Po familje. kena problem orë me kërë, se kene 2 milion atje po është. Veç marrë me traktor. E vim në kokon, po këtu bond ka nërshi dhe zokë, lashe dikush e Po, bjena. dimrit. Emër dikush e gjungure, s'ka problem, po s'ki Dimrin e Po, keni një po, shumë po, të fort. po. Ftoft. Ty në hero bëjke shumë, të për vitit, ditë sport që janë i s'keme rodë, tek të ishte që gjesë shkrike më bura. Veç rajke burë mi burë, shtresë mi shpresë, shtu që 6 mujtë ditë i këna posë veç burë. Po Që kon, shmujtë dimër. po kon knasi. Por që edhe sot, këtë pjesën e gollokot, ko gja ftoft është. Se më karo me gjiru. Është mafto. Që ta është edhe pak, veç edhe pak, që ashtë që bëngët këto. Ku ika? Ika sa veç në këmishjem. Mos t'ju mundoj. Anja, Faleminderit përshëndet, shumë. shumë faleminderit. Ishte shumë knaci. Inshallah keni jetë gjotë edhe sukses punë. Amin edhe ju, faleminderit, zot ju dhash me të mira, bereqet, që faleminderit na jap shumë. dyrë të shtëpisë. Qysh jemre po Ishte shumë knaci. me ditë që thras ku t'jem këtu me atë televizion, thamë hajde
Veç shkrujmë, edhe na spritojmë vime. A ne fli kur ta qesëm në herë, a ne dhe skora, dhe s'ka Qef punë. mi që mund të flijat, kakao. Faleminderit juve, miru pofshim. Shtat mirë. Hajde mi se mi, po e vazhdojmë rrugtimin në fakt fshati, si që thashe dhe kretë në fillim, është fshati vogël, me shumë pak shtëpi, kemi me mbet kështë, sa keni me po përpjet, sa të poshtë, sa përpjet, sa të poshtë, për shkak se me u mundu me gjithë banor, faleminderit banorëve të mrekullueshëm, të thotë, në 3 familje që s'pi vendosesh, në 3 familje që kam trokit, deri në hapon, po marrën gollak, në pjesën e gollakut, në fakt, edhe mos me gjetë mik pritje, është e pamundur. Hajde po shkojmë në këtë rrugicën i shalla, më rëzot nuk na del na i qenë. Cicirimat e zëgjve sa bukur ndëgjohen. Edhe një tjetër rrugicë në fakt e pashtrume, edhe këto me ardhë me janë shtru, për shkak se në këtë pjesën, po nduket janë një 2 shtëpi që janë të banuara, banor rezident, po. Qeni veç është më përcil, po sa i madhe ishte. Ndorë zotit, në fakt pak kom fillu me hutut, valla po thua. Shpirti ja me lasht. Sa të moj me ik? A mi bëm bre do foto qëtë? Bas gjirime, oj, zoti shpis! Asem të ditë. Wow, hajde. Mirë si ju gjetem! Faleminderit, jemi me kamirë. Ju tash me dinun e pa kamirë nuk funksionaj. Faleminderit shumë. Qëshje, a je mirë, a u lodh, mirë falenderit. Jo, Jo, që e mirë, a një lodh, si jeni? Me u lodh heshe kemi shiju sot këtë fshat të bukur u knaqëm. Po i bukur është, po pak jena Qa ka ndodh me fotin e banorëve? Jena zbraz pak. A ko qenë? Ja, hëllërisht. Përshëndetje, si jeni? A je mirë? Dorontina. Hajde, Qish po kaloni? Mirë, po ka përcim. E paske sa bukur, u knoqa po, misat, a po ulem qëtë? Faleminderit shumë. O, që ka do? Jo me u lodh, jo Qështë po kaloni? Shumë mirë. Si gjithmonë nësë po afronë për shak të mikrofonit. Ani, nuk është problem heq. Sa shtepi keni mbet? Po janë njës me ardhë se pak jena konë bolë. Jena med me thonë 10 nuk janë, na 7 plota. E qështu që po vinë vikendeve dhe ka ndërtu të qka janë bo, ka që shumë do. Janë kënë pas shuk dritat shumë, po nëmë ka njës pak gjallëria, se pak edhe lagë si peshe edhe vetë. Pak lagë qytetet e kushtë për bojnë vetën. Shati si fshatë është i mirë, na jemi hala që s'kemi leviz për këtu. Jo dem baba dem, a? Dem baba dem që tu na kur halas s'kena leviz. Pak u bo vonë kur u bom do kushtë me shku edhe e që tu me lam krejt. Ka shtënia po thojnë, ka pak autobusi po vjen që tu të vjerën ditët. Do në shkollë, do në punë. Shkojnë në shkollë në Prishtinë, dikon, apo? Në shkollë të mesme i kam do në Prishtinë. E mas dite po kthehen. Jo, qka po punoni me qka mirë në qfar punë e bëni? Unë ma shumë punoj me bujqësi edhe jam si mbikëqysh me mbaj si 3 shkollave. 2 janë të mbyllme, kujdesna për tu. Është me u kujdes edhe pse janë të mbyllme? Po, edhe ato i kujdesme për tu. Një është funksionale hala në fshatin Dabishec, aty i kena në zonësat. Momentin shenë edhe vetë sa u sprazë. Shkolla këtu është mbylla? Mbyll është, që 3 vjetë. Tash i bën 3 vjetë që është mbyll këtu, edhe në fshatin Ajkobil, ka me veç fshatin Dabishec. Jetën e transportit e keshit. Po,
po mjetin e transportit, po kemi. Pak se është shtirë se vjen veç 2 herë. 2 herë mëngjes edhe mbrëmje, na apet pa dalë deri në fshatin mbrapa shtëpisë 2 herë në ditët nuk kemi çfarë na që kemi në Zonca. Se unë dal 15 në 3 marr aty në Zonca që shkojnë në mëngjes, se ju vjen shumë me prind Prishtinë. Besa dikur edhe ka 15 në 6 dal, se dhe aty vjen 5 herë në ditët. Marrë edhe 2 fëmijë e mi punojnë edhe 2 aty, edhe ka tjerë fshatit tu, i marrë me një farkeri dalë aty. Tanaj mbrëmje vjen në 8:30 apet transporti këtu, po nuk është keq. Por që ka nevojë edhe në ndonjë orë shtesë me Ka konë. pas nevojë, kemi bë kërkesën bile edhe një në 3 ora me orë, po edhe kështu jemi të kënaqur. Për shohim që s'ka pas mundësi, jashtë sa ka pas mundësi na kanë ofru. Gjithë këto pamje, këto livadhe, ora, fusha që po i shohëm, po punohen? Nga ju pak familje sa keni mbet, apo punohen? Po me të thonë drejtën, pak familje jemi met, po punohen kogja shumë. Se 4-5 familje që jemi met, krejt kanë bagti. Edhe krejt punohen të. Kositën, livadhet, arat milën, gjitha, grun, pak nëse të braktisë në janë pej pronarve, po na nuk i lom ashtu. Vazhdoni me i punu. I punojmë, po. Po, prej Kemi atyre mirë kuptim me ta. Dhe më familje që nuk jenë brenda po, fshatit, po. ju ja punoni. Po, na i punojmë. Kemi mirë kuptim të mirë me ta, i punojmë, ashtu është sa kemi mundësi, kemi diçka për mjetëv. Kemi shumë që na është edhe na mungojmë se krejt s'muj me i ba, po Për gjithësi mirë. mirë është, nuk është keq. Qa kështë pas dëshirë me pas diçka brenda fshatit, diçka që e keni domosdoshmë me pas? Se Po e kështë brenda- po shumë përveç pamjeve të fshatit edhe shtëpive nuk është që po shëndë një investim. Komuna ju pas kalon në harris. Komuna na kalon në arres për vetëm transportin, kur gjë tjetër për komunë deri sa të skena. Gjithë cili për venin e vetë ka qef mirë me pas. Këtu i mungojnë këti fshatri shumë sene për she. Mos flasëm shkolla që është në byllë, shqitore s'kemi heq. Nuk u bo as një trotuar, as një kanalizim, as një ujësjelës, as Edhe aty. shumë rrugica kishte Edhe pashtruar. shumë rrugica ka pashtruar. Na jemi qëtu 5-3 familje, jemi të pa rrugë. I posh edhe ka erdha e komentuar. Po, pa rrugë jemi, na nuk jemi njerëz që kemi levrit njerë për këtë ujtë edhe jemi këthy. Na jemi kur, pa s'kemi leviz as njerë për këtë ujtë. E që ta na munojnë do sene, se janë shtru dikun, unë gjithë jemi knaqën. Edhe më vjen mirë që këto vene që po punohet dhe po shtrohen, po të paktën na të kemi përparësi, na çka jemi këtu. Se e din tanë që krejt na në Prishtinë nuk muj me shkue. Dikush ka qare, s'ka qare pa shku, dikush është i domosdoshëm me nejt këtu, dikush anej dikush nej, po jeta këtu vështirë shkaki i harresës të komunës, ma shumë. Si të kujdes shteti pak ma shumë këtu, edhe gjallëria konë me mirë, sa është një fshat i mirë, është një fshat i qetë, gjitha kulturat këtu janë, gjitha senet janë të... Me qka do që të merë është të javlen mu marë. Po është i harrum pe i... Mas pare është pe i banorëve që jenë nikë, se s'kanë pas në shtaqare, s'kanë pas kushte, po tash edhe komuna, sidomos nuk u morë me neve fort. Besoj që shumica familjeve kishin me konë këtu në fshat, nëse ishin plëcu disa kritere për jetis, nuk i kishin braktisë fshatin kështu ka të shumë. Po se kishin brakti se kushtet e kanë bot vetën, këtu shumë vënë nështru këtë rrugë edhe këtë senet të transportit, se një këtu nuk ka pas gjallëri heq, gjallëri u konë vetëm njerëzit që në konë, kushtet nuk e pas për kur gja. Gjithë shka u konë e largë, sot ju në afru senet, kemi transportin, e kanë bot si cili kerin edhe mund me afru në qytet shumë shpejt. Po, jemi të konë të harrum pej moti, na tash kemi met, na do qka e na met këtu, as një unë nuk jam, për shmonë pse kum najt këtu. Se unë i di që do të këthejnë krejtë dhe krejtë po kanë që mu këthi. Po unë nuk muj me kush zukur kanë asë rri këtu, asë shka atje, asë thëmin tem. Se cili vendos. Po si cili vendos për vetën. Unë ju falenderoj për kohën, falemderoj që na i hap dyrë të shtëpisë, Zoti ju dhosh bereqet, po ikum na kadale. Beri që të po që falemderit edhe juve. E jeni të mirësardhën gjithë herë. Zoti ju rujt, falemderit shumë. Amen, falemderit gjithve inshallah. Falemderit shumë, nuk kthejna, nuk Ditën e kthejna. mirë, falemderit shumë gjithë të mirë. Mirë Ditën e pofshim, mirë, ishte falemderit. shumë knaci. Falemderit shumë gjithashtu. Mirë mbeqe, qda të mirë. E falenderoj këtë familje kaq dashtme që na i hapi dyert sot këtu në Glogovic. Jo vetëm kjo familje,
Po ky që ishte tipik fshat, një fshat I vogël, por familjet ishin me zemër shumë të madhe, edhe shumë të dashtëm. I kemi shiju bukuritë që I ka fshati, tash nga kjo pjesë do ju le vetëm me pamje nga ky fshat, nuk kem se çka me komentu në këtë fshat, vetëm shtëpi dhe pamje të bukura që ka fshati, nuk ka asnjë gjë tjetër hiç, por që nuk ka shenja që dikur ka pas shumë familje këto. Këto e kisha fjallën kujdes. E vetëmja kjo, edhe në këtë fshat pas kanë fillu me villa, me këthy kështu si fshat turistik. Pse ju, pamin e ka shumë të bukur, inshallah po kthejna I ditë kështu me jetu për gjithmonë. Po më duket I bitese ma, qëtu pak shtëpi që kem bënën Bajram, më kejtë shtëpit, edhe për shumë shtë drejt. Cep me cep fshatin Glogovic, komuna e Prishtines, oj Prishtin, vendi për jetimeve, po pse e keni lo fshatin kështë? Pse nuk keni ardhur asnjëherë, delni mëre ka pak shëtet në shefeni bukurit, tani ty pa bukurit, thoni qa I shku qëtu një shkollë, qa ki shku qëtu një diçka, kështu që ka nevoj. I ka habit gërmia? Ka nevoj fshati, ka banur që dojnë me jetu në këtë fshat. Kosh pas ka kalu kësajde. Kjo pra është edhe një prej arsyeve që është braktisë me të madhe, shkolla mbyllme, me u sjellë se nuk I kam punë të mirë, me poseta, tuja se cila familje që pse dum. Çka pa tjetër, vetëm energji elektrike ishte, rrugicat siç edhe I pat, pra vetëm rruga kryesore, në fakt brenda fshatit nuk ishte asnjë rrugicë e shtrume. Llogarete, në komunë Prishtines. Hajde. Fshati e ka një sipërfaqe bukur të madhe, nuk e di në fakt se përfundon ma tona, ma larg. Po. Edhe pak ma larg, na po vazhdojmë kështu në rrugës, në kom, edhe qatje po përshëndetemi. S'po di mo se qka me folë për këtë fshat e bukur, këtu më do të me I bo do foto, po shkeputemi, ti kapi ca pamje të bukura për veti, të mbesin kujtim gjithë këto rrugtime që po I bëj, anë mbon Kosovës, ti kom kujtime, të pakten fotot, se krejt po habit në ashtu, hajt gjirime, po harroj me bo foto, me mbajt kujtim në secilin fshat që ju kam bo vizitë. Faleminderit që qëndruat edhe sot me neve, faleminderit familjeve të mrekullueshme që u treguan kaq dashur me sot me neve. Na shkruani në cilin fshat doni me na pas nesër. Takohemi radhën që vjen. Mirëmbëjtje!